Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për brendësinë e një vulkani të shuar. Kur një vulkan ka qenë i shuar për shumë vite, brenda tij ai nuk është i vdekur plotësisht, por kalon në një gjendje qetësie afatgjatë. Ja çfarë ndodh në brendësitë të tij sipas shkencës. Magma ftohet dhe ngurtësohet. Dhoma magmatike humb gradualisht nxehtësinë. Magma kristalizohet dhe shndërrohet në shkëmb, graniti dhe bazalti e të tjera, dhe krijohen bllokime të forta shkëmbore në kanalet e vulkanit. Kanali vulkanik mbyllet. Tubat nga të cilët dilte lava mbushen me shkëmb të ngurtë ose shemben pjesërisht. Kjo e bën shumë të vështirë një shpërthim të ri. Gazrat zhduken ose dalin shumë ngadalë. Presioni i gazrave vulkanik bie. Mund të mbeten vetëm avuj uji, dioksid karboni dhe zgjufur në sasi shumë të vogla. Ndonjëherë këto dalin përmes fumoroleve, që do të thotë qarjeve të vogla. Temperatura e brendshme ulet. Vulkani nuk ka më burim aktiv nxehtësie, dhe nxehtësia që mbetet është vetëm nxehtësia gjeotermale e tokës. Brenda kraterit mund të formohen liqene, tokë pjellore, pyje dhe bimësi. Shumë vulkane të shuar duken sot si male të zakonshme. A mund të zgjohet sërish një vulkan? Vulkanet e shuar shkencërisht nuk priten të shpërthejnë më. Vulkanet në gjumë mund të qëndrojnë të qetë mijëra vite dhe pastaj të aktivizohen përsëri. Pra, mund të themi se brenda një vulkani të shuar, magma është kthyer në shkëmb, kanalet janë bllokuar, nxehtësia është zbehur dhe natyra ka marrë përsëri kontrollin. Një vulkan mund të riaktivizohet vetëm nëse toka jep shenja paralajmëruese. Shkencëtarët i kuptojnë këto shenja duke monitoruar vazhdimisht vulkanin. Disa tregues kryesor të riaktivizimit janë tërmete të vegjël dhe të shpeshtë. Magma që lëviz në qarjet e shkëmbimeve shkakton mikrotërmete. Sa më të shpeshta të jenë këto, aq më i madh është rreziku. Këto janë sinjali më i hershëm i zgjimit të vulkanit. Fryrja e tokës dhe deformimi i saj. Tereni rreth vulkanit ngrihet ose fryhet me centimetra. Kjo matet me GPS shumë të saktë dhe satelit INSAR. Kjo tregon se magma po grumbullohet poshtë. Dalja e gazrave vulkanik. Ndodh rritje e dioksidit të karbonit dhe dioksidit të zgjufurit. Të gjitha këto tregojnë se magma po ngjitet. Gazrat dalin nga vulkani edhe pa shpërthim. Rritje e temperaturës. Uji i burimeve termale bëhet më i nxehtë. Shfaqen fumarole të reja dhe akulli ose bora shkrihen më shpejt se zakonisht. Ndodhin ndryshime në ujërat përreth. Liqenet vulkanike ndryshojnë ngjyrë, bëhen më acid, dhe nivelet e ujit luhaten pa shkak klimatik. Ndodhin gjithashtu ndryshime magnetike dhe graviteti. Shkëmbimët e nxehur ndryshojnë fushën magnetike. Grumbullimi i magmës ndryshon peshën e terrenit. Lind pyetja: sa kohë para shpërthimit shfaqen shenjat? Këto mund të jenë me javë, muaj ose vite përpara. Por jo çdo shenjë çon patjetër në shpërthim të vulkanit. Një vulkan i shuar nuk i jep këto shenja. Një vulkan në gjumë i jep këto shenja herët avon. Pra, si përfundim mund të themi se riaktivizimi kuptohet nga lëvizja e magmës, tërmetet, nga fryrja e tokës, nga gazrat, nga nxehtësia dhe ndryshimet në ujë. Lind pyetja: çfarë ka brenda një vulkani jo aktiv?
Brenda një vulkani jo aktiv ka elementë ekzistues, por të kombinuar ndryshe, të përqendruar dhe të kristalizuar në forma të reja. Elementët më të zakonshëm janë oksigjen, silic, hekur, magnez, kalcium, alumin. Këta formojnë minerale si kuarc, feldspate, bazalt dhe obsidian. Brenda vulkaneve dhe atyre jo aktiv formohen minerale të reja për shkak të ftohjes shumë të ngadaltë, të presionit dhe reagimeve me ujërat termale. Për shembull, zeolite, sulfide metalike dhe minerale të ralla si litium e tjera. Edhe vulkanët jo aktiv mund të përmbajnë gazra të fshehur, si dioksid karboni, sulfat hidrogjeni dhe avuj uji. Mineralet të ralla gjenden shpesh në zonat vulkanike dhe ish vulkanike, sepse aty ka pasur temperatura të larta, presion, gazra dhe lëngje hidrotermale që krijojnë kushte shumë të veçanta. Disa minerale të ralla në zonat vulkanike janë obsidian, qelç vulkanik natyror, formohet nga ftohja shumë e shpejtë e lavës dhe dikur përdorej për thika dhe mjete prerëse. Zeolite, grup mineralesh mikroporoz, të cilat përdoren për pastrimin e ujit, filtrimin e ajrit, në bujqësi dhe mjekësi dhe janë shumë të kërkuara në industri. Zgjufur natyror, gjendet pranë fumaroleve, ka ngjyrë të verdhë të fortë. Ky përdoret në industrinë kimike, farmaci dhe bujqësi. Peridot është gur i çmuar me ngjyrë jeshile, vjen nga magma e thellë dhe është shumë i rrallë në formë të pastër. Këto vulkane janë burim kryesor i litiumit, që është shumë i rëndësishëm për bateritë dhe formohet në sisteme vulkanike të vjetra. Borate, që do të thotë minerale të borit, përdoren në prodhimin e qelçeve rezistente, në elektronikë dhe gjenden në zona vulkanike të thata. Tek vulkanet ekzistojnë minerale të tokave të ralla, siç janë për shembull neodymium dhe lanthanum. Këto minerale janë të domosdoshme për motorët elektrik, për magnetët dhe për teknologjinë dhe formohen nga lëngje hidrotermale vulkanike. Sulfide metalike, për shembull bakër, ar, argjend, brenda mineraleve. Këto formohen nga ujëra shumë të nxehtë dhe shpesh pranë vulkaneve të shuhara. Pumice, që do të thotë gur shtufi. Ky shkëmb është shumë i lehtë, por i rrallë në forma cilësore dhe përdoret në kozmetik dhe ndërtim. Pra, mund të themi se zonat vulkanike janë laborator natyror që krijojnë minerale të ralla dhe shumë të vlefshme, edhe pasi vulkani është shuar. Lind pyetja: kur aroma është shenjë rreziku tek një vulkan? Aroma bëhet shenjë paralajmëruese vetëm nëse forcohet papritur, shoqërohet me nxehtësi, avull, tërmete të vegjël dhe tharje të bimësisë. Në këtë rast kërkohet monitorim shkencor. Aroma nga vulkanet jo aktiv është zakonisht e dobët, vjen nga gazra të mbetur ose reaksione natyrore dhe nuk do të thotë se ky vulkan do të zgjohet. Çfarë shkaktojnë shirat brenda një vulkani? Shirat mund të kenë ndikim të rëndësishëm brenda dhe rreth një vulkani, edhe kur ai është jo aktiv. Ndikimi varet nga sasia e shiut, terrenit dhe struktura e vulkanit. Ndepërtim i ujit në qarje. Uji i shiut hyn në qarje, në kanale të vjetra vulkanike
dhe arrin thellë në shkëmbim poroz. Kjo është shumë e zakonshme te vulkanet e shuar. Uji i shiut ndihmon në formimin e reaksioneve kimike. Ky ujë reagon me minerale vulkanike, zgjufur dhe gazra të mbetur, dhe formohen acide të dobta, si për shembull acid sulfurik shumë i holluar, dhe minerale të reja si argjila dhe zeolite. Uji i shiut bën dobësimin e shkëmbimeve. Shirat e shumtë zbusin shkëmbimët, krijojnë rrëshqitje dhe bëjnë shembje brenda kraterit. Kjo është arsyeja pse kraterët ndryshojnë formën me kalimin e viteve. Formimi i burimeve dhe liqeneve. Uji grumbullohet në krater, në doma të zbrazta, dhe aty krijohen liqene vulkanike dhe burime minerale. Aktivizimi i mikroorganizmave. Lagështia nxit bakterie dhe alga, prodhon aroma sulfurike dhe ndryshon ngjyrën e ujit. Rrëshqitjet e baltës. Ende pa shpërthim, shirat e fortë të përziera me hirin e vjetër krijojnë rrjedha balte shumë të rrezikshme. Lind pyetja: a mund të aktivizojnë shirat një vulkan? Shirat hyjnë në brendësi të vulkanit, shkaktojnë reaksione kimike, dobësojnë shkëmbimët dhe formojnë ujëra minerale, por nuk e aktivizojnë vetë vulkanin. Një vulkan nuk është vetëm një krater që shohim, por një strukturë shumë e madhe nëntoksore. Krateri, që do të thotë hapja në sipërfaqe. Diametri i tij është disa dhjetra metra deri në disa kilometra. Thellësia është dhjetra deri në 100 metra. Krateri më i vogël është 100 metra. Krateri më i madh, si ai i Santorinit, është 10 deri në 12 kilometra. Trupi i vulkanit, që do të thotë mali. Diametri në bazë është 5 deri në 100 kilometra. Lartësia mbi tokë është 4 deri në 5 kilometra. Nën tokë është edhe më shumë. Mauna Loa, Hawaii. Nga fundi i oqeanit deri në mal është afërsisht 10 kilometra dhe është më i larti në tokë nëse matet nga poshtë. Dhoma magmatike. Kjo është pjesa më e fshehur dhe më e madhe e vulkanit. Thellësia e saj është 5 deri në 30 kilometra, ndonjëherë edhe më e thellë. Gjerësia është 10 kilometra. Vëllimi qindra deri mijëra kilometra kub. Supervulkanët si Yellowstone kanë dhomën magmatike 60 deri në 80 kilometra të gjerë dhe hapësira totale është mijëra kilometra kub. Gjatësia e qarjeve dhe kanaleve është 10 kilometra dhe disa kilometra e thellë. Kjo do të thotë se vulkani ndikon në një zonë shumë më të madhe se sa duket. Pra, mund të themi se një vulkan mund të zërë nga disa kilometra katror në sipërfaqe deri në 10 mijëra kilometra kub nën tokë. Liqenet vulkanike. Kur thellësia e tyre është e madhe, këto liqene janë në errësirë. Drita e diellit depërton vetëm 10 deri në 30 metra në ujë të trubullt dhe deri në 100 metra në ujë shumë të pastër. Liqenet vulkanike shpesh janë shumë të thella, me mure të pjerta, dhe poshtë këtyre niveleve ka errësirë pothuajse të plotë. Errësira në liqenet vulkanike shfaqet kryesisht në thellësi dhe në ujëra të trubullta, por kjo nuk do të thotë mungesë jete. Liqenet vulkanike duken të errët për disa arsye kryesore, që lidhen me karakteristikat fizike dhe kimike të ujit dhe të mjedisit përreth. Uji i këtyre liqeneve përmban hy vulkanik, sulfure, hekura dhe grimca të tjera. Këto grimca thithin dhe shpërndajnë dritën.
duke bërë që uji të duket i zi, ose i gjelbër i errët, ose kafe në gri. Sa më të shumta të jenë këto grimca, aq më i errët duket liqeni. Lartësia dhe thellësia e liqenit. Drita e diellit depërton vetëm një distancë të caktuar. Liqenet vulkanike shpesh janë të thella, 10 metra deri në 100 metra. Në fund, drita nuk arrin dhe uji duket plotësisht i errët. Gazrat si dioksid karboni, sulfat hidrogjeni, dioksid zgjufuri krijojnë një mjergull të brendshme. Kjo zvogëlon reflektimin e dritës dhe efekti i saj është sepse liqeni duket i zymt dhe misterioz. Shumë liqene vulkanike janë të rrethuara nga mure shkëmbore të pjerta. Në liqenet me ujë shumë të nxehtë ose me avull, ndryshimi i densitetit krijon shtresa të trubullta. Drita shpërndahet në mënyrë jo të barabartë dhe uji duket më i zi. Pra, mund të themi se liqenet vulkanike duken të errët për shkak të grimcave minerale, thellësisë, gazrave dhe hijeve nga muret përreth, jo sepse janë të vdekura ose pa jetë. Te këto liqene, mineralet si zgjufuri, hekuri, magnezi, bakri ndikojnë shumë në ngjyrën e tyre. Për shembull, zgjufuri i jep ngjyrë të verdhë ose jeshile të lehtë, hekuri i jep ngjyrë kafe ose portokalli dhe bakri u jep ngjyrë blu ose të gjelbër. Sa më shumë minerale të ketë, aq më e theksuar është ngjyra. Mikroorganizmat. Bakteriet e algat e përshtatura me acidin dhe nxehtësinë prodhojnë pigmente natyrore. Ato mund të bëjnë ujin të kuq, portokalli, jeshil ose blu. Për shembull, bakteriet që përdorin zgjufurin bëjnë ngjyrë të kuqe ose portokalli. Pra, si përfundim mund të themi se ngjyrat e liqeneve vulkanike janë rezultat i kimisë së ujit, mineraleve, gazrave dhe jetës mikrobiologjike dhe mund të ndryshojnë me kalimin e kohës, ndryshimin e stinëve dhe aktivitetin e thellësisë së liqenit.